Tuneli i Shkopetit, edhe pse jo në një gjatësi të madhe si ai i Murrizit, vijon të jetë problem për të gjithë ata që përdorin aksin rrugor Burrel Skuraj dhe Anasjeltas. Prej disa vitesh këtij tuneli është vendosur ndriçim që merret nga hidrocentrali i Shkopetit, por investimet e tjera në të kanë mbetur me aq. E gjithë gjatësia e tunelit ka prani të madhe të gropave, duke rrezikuar drejtuesit e mjeteve që tentojnë t'u shmangën atyre sa herë kalojnë në të. Po ashtu problemi vazhdueshëm mbetet edhe prania e ujit e cila vjen nga tavani i tunelit si pasojë e mungesës së hidroizolimit. Drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në aksin nacional Burrel Skuraj duhet të kenë shumë kujdes në të gjithë rrugën për shkak të problemeve të ndryshme që ka që në dalje të qytetit të Burrelit e deri në hyrje të rrugës së Kombit. Shpesh është kërkuar investimi mirëfill për tunelin e Shkopetit, por deri tani kompanitë që e kanë patur për mirëmbajtje rrugën vetëm kanë mbushur gropat, të cilat rikthehen shumë shpejt si pasojë e prezencës së vazhdueshme të ujit në të. Prania e ujit në tavanin e tunelit të Shkopetit është një rrezik i shtuar për shembjen e gurëve për të gjithë drejtuesit e mjeteve, pasi mungon investimi izolues me beton.